Faleminderit shumë për që jeni këtu me ne dhe faleminderit për durimin të dëgjoni dhe mua në fjalën time. Së pari, dua të them se kjo konferencë e rëndësishme lidhur me një temë shumë të ndjeshme për të gjithë, por sidomos për ne në Shqipëri. Përkon me një moment shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me fundin e fazës së parë të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe fillimin e një faze të re. Kemi hapur normalisht të gjithë kapitujt e negociatave dhe tani me piketat e ndërmjetme të përsaktuara i futemi fazës së mbylljes së kapitujve të negociatave. Dhe siç mund ta keni të qartë, plotësimi i piketave ndërmjetme nga Shqipëria dhe përcaktimi i piketave përmbyllëse është element shumë thelbësor, sidomos për sa i përket grup kapitujve të themeloreve, që përfshin gjithashtu kapitullin 23, që ka të bëjë me gjyqësorin dhe të drejtat themelore dhe e drejta e pronës, është patjetër pjesë e këtij kapitulli. Në procesin e Shqipërisë për integrimin evropian, suksesi i transformimit digjital është një element caktues sa i përket ritmit dhe shpejtësisë së procesit dhe progresit. Më duhet të them që për vende si joni, what has come with the new technology is true bless. Teknologjia e re na ka sjell, le të themi, bekim të vërtetë, sepse na ka lejuar të bëjmë hope që ndryshe nuk do të ishin të mundura. Na ka lejuar ta shohim të ardhmen me një frym tërësisht tjetër. Dhe na lejon gjithashtu të përfitojmë nga të gjitha avantazhet e kalimit nga një epokë e progresit linear tek një epokë e progresit eksponencial. Dhe këtë kemi parë me të gjitha përfitimet në shumë aspekte ndryshme. Dhe patjetër duam përfitojmë sa më shumë tjetë mundur sa i përket çështjes shumë të ndërlikuar dhe komplekse të pronave në Shqipëri. Nuk besoj se ka vend tjetër në këtë zonë të botës apo në këtë rajon tonin ku të drejtat e pronës kanë qenë kaq në ndrysni. Gjatë 35 viteve të fundit të na është dashur të trajtojmë një material kaq kompleks sa që është realisht një nga vështirësitë më të thella dhe më të ndërlikuara me të cilat jemi përballur. Sepse kalimi nga një vend me pronë tërësisht shtetërore, ku prona private nuk lejohej dhe nuk lejohej as zotërimi i një automjeti privat, apo nuk mund ta ndërroje një automjet privat. Kaluam në një situatë ku shteti humbi tërësisht kontrollin mbi territorin. Dhe pati një boom jashtëzakonisht të madh demografik pas rënies së regjimit komunist. Dhe këto lëvizje ndikuan në formësimin e territorit dhe se si perceptohej prona.
sepse ndërkohë që kishim pronarët e vjetër që mendonin se lirinë erdhi dhe momenti I tyre për të marrë pronat dhe që pronat do të ktheheshin. Nga ana tjetër, duhej të përballeshim gjithashtu me një sulm të plotë mbi tokën dhe një numër të jashtëzakonshëm zhvillimesh që praktikisht u bën shtresa e re e pronësisë, le të themi, që nuk vinte përmes titujve legjitim të shkuarës, por përmes zënies së tokës. Dhe përtej kësaj, megjithse për arsye misterioze, regjimi komunist nuk e dogji arkivin e pronave, por I mbajti dhe ruajti me shumë siguri. Por ajo që ndodhi me arkivin në vitin 90 ishte katastrofe vërtet. Kështu që në këtë kuadër trashëguam një shtresë tjetër pronësie që ishte shtresa e titujve të falsifikuar të pronësisë. Kështu që të zgjedhësh dhe të zbërthesh të gjithë të është sfidë dhe vështirësi e vërtet, që ka të bëjë me kompromise shumë të vështira dhe shumë të dhimbshme, sepse nuk është e mundur që të gjehet, le të themi, një pastërti e plot në një tjetër. Dhe përveç kësaj, kishim edhe një gjyqësor që ishte jashtëzakonisht shumë I përfshirë në ngatërresa të mëtejshme që duke humbur kështu sipërfaqe të mëdha shtetërore që I përkesin shtetit dhe që I përkesin publikut. Përmes vendimeve të gjykatave, të cilat janë të pabesueshme, janë mahnice sa I përket autoritetit të tyre. Nuk besoj se ka një vend tjetër ku mund gjesh vendime gjykate që I japin ankemuesit më shumë se sa kërkon. A mund të imagjinoni dikë që shkon të kërkoj, le të themi, 5 hektar dhe merr 200 hektar nga vendimi gjykatës. Dhe kjo është e qartë se dhe si. Na u desh pra të hartonim legislacion të ri, që ishte gjithashtu I komplikuar, sepse një vendim që besoj se ishte vendim I mirë dhe ishte një prej pak vendimeve që parlamenti mori me konsensus në fillim të viteve 90 për t'i dhënë të gjithë fermerëve një shkresë, një fletë për përdorimin e tokës, u kthye në një rrugë tjetër abuzimi, sepse nga përdorimi I tokës u kthye në përvetësim të tokës. Dhe kemi parë edhe plazhe të cilat janë përvetësuar në këtë kuadër. Kemi parë det të përvetësuar në këtë mënyrë. Nuk besoj se në përvojën tuaj mund keni parë diçka të tillë në kadastrën e një vendi ku ka arë të detit, parcela të det. So we went through a new legislation, we worked hartuam legislacion e ri, punuam më shumë ngushtë me partnerë të përkushtuar dhe morëm e dritën jeshile nga Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut në Strasburg lidhur me qasjen tonë të re. Megjithatë, edhe sot e kësaj dite duhet përballemi me probleme sepse disa gjyqtarë kanë vendosur se mund të
marrin sot vendime bazuar në ligje të së djeshmes. Nga ligji I ri në zbatim për kompensimin mund të anashkalohet dhe vendimet e gjykatave që krijojnë barë të shtuar mbi financat e shtetit mund të jepen edhe sot. Që situata është e komplikuar, nuk po ankohem tu, thjesht po shkëmbej një përvojë tonën me ju. Not easy path to bullshit you with Dhe nuk po zgjedh le të themi rrugën e thjeshtë për t'ju thënë me lule se sa e mirë është puna jone në këtë vend, por po ju kënaq si të ftuar me pak argëtim. Dhe faktikisht argëtuese kur e sheh nga jashtë se diçka e tillë. Është një telenovel e pafund dhe e ndërlikuar, por ama nuk u dorëzuam. Po bëjmë punën tonë, po punojmë më fort dhe besoj se teknologjia e re po na ndihmon shumë të trajtojmë ato që ndryshe do të ishte e pamund të trajtohej. Mund të besoni se është egzagerim, por është episod faktik I jetës reale në Shqipëri, që puna me hartat të cilat ishin hapur dhe mbyllur, shumë e shumë herë. Dikujt ju desht ishte viktima e këtij hapi mbylli, sepse një gjykat vendosi se gjykata që ai pretendonte ishte tek brima që ishte krijuar nga grisja e hartës, nga hapja mbyllja e hartës, ishte palosur shumë herë. Harta sa që kishte krijuar një grisje. Që imagjinon që ke një vendim gjykate që thotë që prona jote është e kjo grisja të kjo brima, por nuk ta japim dot sepse është këtu. Sa I përket të tjerave, besoj se do të bëni shumë diskutime teknike për mënyrat se si po mundohemi të trajtojmë do çështjet e këto probleme, por po e mbyll duke thënë one line that the general director dhe duke përmendur një fjalë që tha drejtori I përgjithshëm në fjalën e saj hapse, që lidhet me integritetin e të dhënave që përdoren. Sepse në fund të fundit, po, teknologjia e re, inteligjenca artificiale mund të bëjmë mrekulliera, por gjithashtu mund të drejtoj tek një ngërç tjetër nëse të dhënat nuk janë të sakta. Kjo pra është një sfidë tjetër që modeleve ti ushqim të dhënat e duhura dhe të japim modeleve të gjitha aftësitë që të kthejë si rezultat atë që kërkohet. Kam një fjalë të shkruar këtu që normalisht jam I sigurt nuk doni ta dëgjoni. Shteti Evropian ndërtohet me këtë dhe me atë, por është realisht një ushtrim I vështirë, është një pjesa më e vështirë e procesit tonë negociatave dhe e procesit tonë për ndërtimin e shtetit, por besoj se pak nga pak, por me siguri po e rregullojmë situatën edhe me digitalizimin e plotë që tashmë është thuajse në përfundim dhe me blockchainin që do të përdoret do të shpëtojmë çka mundemi pas kaq e kaq vitesh. Occupiers of all sorts. Zënësish të gjitha llojeve, të cilët kanë hyrë në pronat tona të llojshme. Vlerësoj realisht përpjekjet dhe ndihmën e partnerëve tanë, Bashkimi Evropian së pari,
dhe më e rëndësishme që patjetër ka qenë dhe ka marrë në konsiderat me bujari kërkesat tona për të ndihmuar këtë proces në kadastër. Tani me ndihmën e Bashkimit Evropian po bëjmë diçka që funksionon dhe që po funksionon goxha mirë. Kështu që po do ta mbyllim proces me shpresë shumë shpejt. Dërsa pjesa tjetër e partnerëve kanë dhënë këshilla jashtëzakonisht shumë të mira dhe i falenderoj, dhe më falenderoj ata. Dua të falenderoj gjithashtu edhe disa nga njerëzit që i njoh në këtë pjesë nga ana jonë. Sepse të gjithë dhe secili prej tyre në pozicionin e vet ka bërë punën e dur dhe po bën punën e dur. Së shpejti do të kemi edhe reformën e agjencisë, do të sjellim më shumë detyra në një ombrell, në një çatile të themi, sepse të pasurit e agjencive të veçanta dhe të ndara nuk e kanë ndihmuar procesin, sepse kur agjencitë shkojnë në drejtime të përkatëse ka krijuar më tepër konfuzion dhe ka sjellë më tepër telashe, le të themi. Tani besoj se kemi një ide të qartë dhe të mirë se si ta formësojmë administratën e pasurive të paluajtshme nga A-ja te Z-ja me bashkimin e njësër agjencive në një. Ndërsa pjesa tjetër është të vazhdojmë dhe të vazhdojmë punën. Kemi bekimin, por gjithashtu edhe mallkimin që kemi tutor mbi kokë, që quhet Bashkim Evropian dhe që na thotë se kjo është mirë, kjo është keq, këtu mund të këtu ke dalë mirë, këtu nuk e dalë mirë, kështu që vazhdo atje me drejtimin e punës dhe kjo ndihmon patjetër. Përpara se të vija këtu faktikisht isha me guvernatorin e Bankës Qendrore të Austrisë dhe po diskutonim në këtë pjesë dhe po diskutonim edhe Bashkimin Evropian. Dhe i thash, Bashkimi Evropian është diçka për cilën mund të ankohesh gjithë ditën, por me Bashkimin Evropian një gjë është sigurt, natën s'ke makthe. Nëse zgjedh një rrugë tjetër, gjatë ditës mund të jesh më i lirë, por ama natën pastaj do kesh makthe, kështu që nuk ka alternativë tjetër ndaj Bashkimit Evropian në këndvështrimin tim, nuk ka plan B, nuk ka plan C, është vendi i duhur ku duhet jemi patjetër. Është vend njerëzish dhe normalisht nuk mund të jetë parajs nga vetë përkufizimi, por ama nuk ka alternativë ndaj Bashkimit Evropian. Ju falenderit.